Dikush ka thënë se vjera e bën armike nusën e djalit që në momentin kur lind djali. Dhe t'jemi të sinqert, gjithmonë ka problematika që duhen diskutuar në marrëdhënien nuse vjerë. Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar se si mund të keni harmoni në këtë lloj marrëdhënieje. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Mikesha të dashura, ne ju përshëndesim të gjithave dhe ju falenderojmë që na ndiqni dhe që bëheni pjesë e programeve tona përmes mesazheve tuaja. Dhe në një nga mesazhet që ne kemi marrë së fundmi, një mikeshe programit Shpresë për ty na ka kërkuar që ne të trajtojmë temën mbi marrëdhënien nuse vjehër. Kjo është një temë shumë e vjetër në fakt, kur flitet për kohën e ekzistencës së saj, por është edhe një temë në zhvillim për shkak të ndryshimeve të shpejta sociale, psikologjike dhe tradicionale në mbar botën. Për këtë arsye, ne vendosëm që kësaj teme t'i kushtojmë 2 programe, përmes të cilave synojmë të kemi një ndikim pozitiv në ndërtimin e një marrëdhënieje të shëndosh nuse vjehër. Një gjë që duhet të kuptoni është kjo: të dyja gratë luajnë një rol të rëndësishëm brenda familjes, por perspektivat dhe pritshmëritë e tyre mund të çojnë në konflikte. Këto tensione nuk janë të pashmangshme dhe me mirëkuptim dhe përpjekje mund të gjenden zgjidhje për të krijuar një marrëdhënie të harmonishme. Ja disa nga shkaqet kryesore pse ndodhin konflikte në marrëdhënien nuse vjehër. Përplasja e roleve tradicionale. Nëna e burrit mund të jetë mësuar të jetë gruaja dominante në shtëpi, ndërsa nusja sjell këndvështrimin dhe dëshirat e saj për të vendosur rolin e saj. Shkak tjetër janë kufit dhe pritshmëritë. Dallimet në mënyrën se si secila grua e sheh kufirin dhe çfarë pritet nga njëra tjetra mund të çojnë në konflikte. Dallimet kulturore. Ndryshimet në mjediset kulturore nga vjen secila edhe traditat mund të krijojnë keqkuptime dhe mosmarrveshje. Po kështu një shkak tjetër është prioritizimi i marrëdhënieve. Lidhja e ngushtë e nënës me djalin e saj dhe dëshira e nusës për të shpallur pozicionin e saj mund të shkaktojnë fërkime. Tani le të flasim për secilin prej këtyre shkaqeve, duke diskutuar për mundësitë e zgjidhjes për t'i kapërcyer këto sfida. Tham se shkaku i parë është përplasja e roleve tradicionale. Vjera mund të jetë mësuar të jetë figura dominante femërore në familje, duke marrë vendime dhe duke menaxhuar çështjet e shtëpisë. Megjithatë, ardha e nusës në shtëpi sjell një këndvështrim të ri, por edhe një mundësi për luftë pushteti në debatin se kush duhet ta thot fjalën e fundit në menaxhimin e shtëpisë. Kjo përplasje shpesh çon në keqkuptime dhe tensione, ndërsa të dyja gratë mundohen të ruajnë ndikimin dhe kontrollin brenda familjes. Kuptimi i këtyre roleve dhe përshtatja me dinamikat e reja familjare mund të ndihmojnë në reduktimin e konflikteve në marrëdhënien mes vjehrës dhe nusës. Shkaku i dytë janë kufit dhe pritshmëritë. Konflikti shpesh lind nga krijimi i kufive dhe pritshmërive. Vjera mund të ndjejë se ka të drejtë të ndërhyjë dhe të ofrojë këshilla të pakërkuara për çështje të tilla si edukimi i fëmijëve ose menaxhimi i shtëpisë. Ndërkohë, nusja mund të përpiqet të tregojë pavarësinë dhe aftësinë për të marrë vendime, duke çuar në përplasje për çësje të ndryshme. Krijimi i kufive të qartë dhe respektimi i ndërsjelltë i tyre mund të ndihmojnë për të lehtësuar këto tensione dhe për të krijuar një shtëpi më të harmonishme. Komunikimi i qartë për pritshmëritë dhe respektimi i hapësirës së secilës është çelësi për të reduktuar konfliktet në marrëdhënien mes vjerës dhe nusës. Dallimet kulturore janë gjithashtu një nga shkaqet për të ndezur më shumë konfliktin mes vjerës dhe nusës. Traditat, zakonet dhe pritshmëritë shoqërore nga prejardhjet e tyre përkatëse mund të formësojnë ndryshe rolet dhe sjelljet. Këto dallime mund të çojnë në keqkuptime, konflikte vlerash dhe një luftë për ndikim brenda dinamikës familjare. Kuptimi dhe vlerësimi i mjediseve apo prejardhjeve kulturore të secilës mund të ndihmojnë në ngushtimin e hendekut dhe në krijimin e një mjedisi më të përfshirë familjar.
Respektimi dhe mësimi për praktikat kulturore të njëra tjetrës mund të ndihmojnë në ndërtimin e respektit të ndërsjellë dhe në përmirësimin e marrëdhënies mes vjerrës dhe nuses. Gjithashtu, tham se shkaku i katërt për konfliktin nuse-vjehër është prioritizimi i marrëdhënieve. Vjera mund të ndjejë një lidhje të fortë me djalin e saj dhe të prioritizojë marrëdhënien me të, duke e bërë ndonjëherë nusen të ndihet e përjashtuar ose e nënvlerësuar. Kjo mund të çojë në inat edhe të nxjisë dëshirën e nuses për të vendosur veten si figurën kryesore femërore në familje. Balancimi i këtyre marrëdhënieve edhe sigurimi që të dyja gratë të ndihen të vlerësuara dhe të respektuara është thelbësor për ruajtjen e harmonisë familjare. Inkurajimi i aktiviteteve familjare që i përfshin të gjithë mund të ndihmojë në balancimin e marrëdhënieve dhe forcimin e marrëdhënies mes vjerrës dhe nuses. Dhe tani, pasi folëm për shkaqet kryesore të konflikteve midis vjerrës dhe nuses, duam të ndaj me ju disa këshilla që mendojmë se do t'ju ndihmojnë për të krijuar një marrëdhënie më të shëndetshme mes vjerrës dhe nuses. Në fillim, ja disa këshilla për vjehrat. Në vend që të përdorni çdo mundësi për të shfrytëzuar nuset, lutuni për mirëqenien e tyre. Lutuni që martesa e djalit tuaj të jetë e lumtur dhe e plot. Shmangni pritshmërinë që nusja të bëjë një gabim. Kërkoni udhëzime nga Perëndia për ta dashur nusen siç do të donit vajzën tuaj. Këshilla e tretë, përpiquni të jeni më të kuptueshme dhe më pak kritikuese. Për të mësuar më shumë, bëni pyetje dhe dëgjoni me vëmendje. Mos i jepni këshilla nuses për mënyrën se si duhet të bëhen gjërat. Këshilla e katërt, është koha për t'i lënë mënjan pritshmëritë për djalin tuaj. Inkurajojeni djalin të konsultohet me gruan e tij. Flisni me nusen dhe punoni së bashku për të zgjidhur problemet, në vend që të kritikoni ose të vëzhgoni veprimet e saj. Duke shpresuar që të gjitha vjerrat të kenë qenë të vëmendshme për këtë pjesë, Arta, ja edhe disa këshilla për nuset. Vjera është gruaja që ka lindur bashkëshortin tuaj dhe ajo është ende nëna e tij. Kujtoni se dikur ajo ishte gruaja kryesore në jetën e djalit të saj, edhe pse ju jeni tani gruaja e tij. Gjëja më e rëndësishme që mund të bëni për vjerën tuaj është të tregoni dashuri të pakushtëzuar për djalin e saj. Shihni atë si nënën tuaj edhe tregoni respekt për atë që ajo është. Kurrë mos u përpiqni të ndryshoni nënën e burrit. Pranoni mënyrat e saj dhe kuptoni se mund të ketë mënyra të ndryshme për të bërë gjërat në shtëpi. Përpiquni të kuptoni metodat e saj, veçanërisht nëse jetoni së bashku. Kujtoni moshën e saj edhe mendoni për mënyrën se si dëshironi që të trajtohen prindrit tuaj të moshuar. Gjithmonë, kuptoni se ndërtimi i një marrëdhënieje të respektueshme dhe me mirëkuptim midis vjerrës edhe nuses mund të përmirësojë marrëdhënien e gjithë familjes, duke siguruar harmoni dhe unitet. Lufta midis vjerrës dhe nuses është një çështje komplekse që buron nga rolet tradicionale, mos respektimi i kufive, dallimet kulturore dhe prioritizimi i marrëdhënieve, siç e thamë edhe më sipër. Të dyja palët duhet të komunikojnë hapur dhe të respektojnë këndvështrimet e njëra tjetrës për të krijuar një ambient më të shëndetshëm dhe më të harmonishëm familjar. Duke gjetur terren të përbashkët, duke krijuar kufi të qartë dhe duke njohur kontributet e njëra tjetrës, është e mundur që ky konflikt të transformohet në një partneritet, ku të dyja gratë mund të bashkëjetojnë dhe të rriten. Përmirësimi i marrëdhënies nuse-vjeher kërkon përpjekje, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë. Ja disa nga pyetjet që bëhen më shpesh në lidhje me këtë temë. Si mund të ndihmojë komunikimi efektiv në përmirësimin e marrëdhënies mes nuses dhe vjerrës? Komunikimi efektiv mund të parandalojë keqkuptimet, të ndërtojë besimin dhe të nxjisë respektin e ndërsjellë. Dialogu i hapur dhe i respektueshëm u lejon të dyjave të shprehin ndjenjat e tyre dhe të punojnë për zgjidhjen e problemeve. Komunikimi i qartë mund të ndihmojë që të dyja gratë të kuptojnë mendimet e njëra tjetrës dhe të gjejnë terren të përbashkët në marrëdhënien e tyre. Një pyetje tjetër që bëhet shpesh është çfarë roli luan djali apo bashkëshorti në ndërmjetësimin e marrëdhënies mes nënës dhe gruas së tij. Djali mund të ndërtojë një urë mes nënës dhe gruas së tij, duke balancuar besnikërinë, duke vendosur kufi dhe duke inkurajuar komunikimin e hapur për të siguruar që të dyja gratë të
të ndihen të respektuara dhe të vlerësuara. Roli i tij është thelbësor për ruajtjen e harmonisë dhe për parandalimin e përshkallëzimit të konflikteve në marrëdhënien nuse vjehër. Pyetja e tretë që bëhet më shpesh është: a mund të ndikojnë dallimet kulturore në marrëdhënien mes vjerrës dhe nuses? Siç e theksuam edhe më sipër, dallimet kulturore mund të formosojnë rolet dhe sjelljet e të dyja grave, duke çuar në keqkuptime, konflikte vlerash dhe një luftë për ndikim brenda dinamikës familjare. Njohja dhe respektimi i këtyre dallimeve mund të ndihmojnë në ndërtimin e një familjeje më të fortë dhe në përmirësimin e marrëdhënies nuse vjehër. Ja dhe një pyetje tjetër që më pëlqeu shumë, Dena. Si mund të ndihmoj humori në ndërtimin e një marrëdhënieje pozitive mes nuses dhe vjerrës? Humori mund të lehtësojë tensionet, të krijojë momente të këndshme dhe të nxjisë një lidhje më të ngushtë duke gjetur gëzim në shoqërinë e njëra tjetrës. Humori mund të ndërtojë një lidhje pozitive dhe të ndihmojë të dyja gratë të vlerësojnë praninë e njëra tjetrës, duke përmirësuar marrëdhënien mes tyre. Kjo ishte pyetja e fundit që kishim zgjedhur për këtë pjesë të programit në lidhje me temën marrëdhënia nuse vjehër, temë që do ta diskutojmë edhe në programin tonë të ardhshëm. Ndërkohë, dua t'ju kujtoj se në pjesën e dytë të programit do t'ju tregojmë një histori për një marrëdhënie të shkëlqyer nuse vjehër, histori që gjendet në fjalën e Perëndisë në Bibël. Vazhdoni të na ndiqni. Jemi rikthyer në studio me kesha të dashura në programin Shpresë për ty. Kemi ndarë në pjesën e parë të programit disa nga shkaqet e konfliktit nuse vjerr, si dhe disa këshilla për secilën prej tyre. Në fakt, Arta, doja të thosha se gjithçka që kemi dëgjuar për vjerrat janë gjëra negative. Edhe duket sikur çdo vajzë që në momentin që vendos të martohet, përgatitet për një luftë në thonjza me vjerrën. Por përmes fjalës së Perëndisë, ne duam t'ju përcjellim sot një histori të bukur edhe inkurajuese për marrëdhënien nuse vjehër. Naomi është një vjerë e mrekullueshme për të cilën na flet Bibla. Ajo i kishte pranuar nuset e djemve të saj si bijat e veta. Naomi ishte një grua besnike ndaj Perëndisë së saj, që humbi të dy djemt edhe bashkëshortin, për shkak të një urie që pushtoi vendin ku ajo jetonte. Ruthi ishte nusja e Naomit, që kishte ardhur nga një popull tjetër. Ajo vendosi ta ndiqte vjerrën e saj kudo ku ajo do të shkonte, edhe pas vdekjes së bashkëshortit të saj. Po të lexoni librin e Ruthit në Bibël, në Dhjatën e Vjetër, do të shihni se do të mësoni shumë për marrëdhënien nuse vjehër. Dhe ja disa mësime që mund të nxjerrim prej kësaj historie. Mësimi i parë: vjerrat e mira janë të përulura. Naomi u bë një grua e përulur për shkak të kushteve të saj. Duhet këtë qenë shumë e vështirë për të përballonte vetmin, ndërsa djemtë e saj martoheshin me gra nga vende të tjera. Ajo që Naomi bëri ishte se ajo e pranoi zgjedhjen e djemve të saj dhe i lejoi ato gra të bëheshin të rëndësishme për djemtë e saj, ndërkohë që ajo vetë rinte e tërhequr në një farë mënyre. Pas disa kohësh, djem dhe bashkëshorti i saj vdiqën dhe ajo mbeti e vetme. Ndoshta vjera juaj mund të mos ketë humbur dy djemt siç i ndodhi Naomit, por padyshim që ajo ka humbur titullin si gruaja më e rëndësishme në jetën e djalit të saj kur ai u martua. Naomi u tërhoq mënjan që nuset e djemve të saj të ishin numri 1 dhe natyrshëm ajo i humbi disa marrëdhënie me djemt për shkak të kësaj. Mendoj se është e rëndësishme që ju të keni dëmshuri për vjerrat dhe të kuptoni se sa shumë humbasin ato. A janë të vetmuara? A janë të pështjelluara? Nga ana tjetër, vjera duhet të kenë përulësi, ashtu si Naomi. Ato duhet të bëhen mikesha për nuset e tyre dhe ta pranojnë ndryshimin me dinjitet. Mësimi i dytë që mund të nxjerrim nga historia e Naomit dhe Ruthit është: vjerrat e mira kërkojnë më të mirën për nuset e tyre. Ndërsa lexojmë më tej në historinë e Ruthit, shohim se Naomi është e gatshme të largohet nga Moabi dhe të udhëtojë drejt Betlehemit për të gjetur ushqim. Pa një burim në jetën e saj, ajo nuk kishte asgjë për t'u ofruar nuseve të saj. Dhe ndërsa nusët donin ta ndiqnin vjerrën e tyre në vendin e saj, Naomi u tha: "Ktheuni bijat e mia. Pse të vini me mua?
Mos kam në barkun tim fëmijë që mund të bëhen bashkëshortë të tuaj? Kjo na tregon se Naomi donte më të mirën për nuset e saj, edhe nëse kjo do të ishte e keqe për atë vetë, sepse ajo do të mbetej e vetme. Ajo i mbështeti nuset e saj, dhe të gjitha vjerrat duhet i mbështesin në shumë mënyra nuset e tyre. Ato duhet të gëzohen kur nuset gëzohen. Vjerrat duhet të ndihmojnë me fëmijët, që nuset të kenë pak kohë për veten e tyre, dhe duhet i inkurajojnë nuset e tyre ta bëjnë këtë. Ato duhet të dëshirojnë më të mirën për nuset. Mësimi numër 3 që nxjerrim nga historia e Naomit është: vjerrat e mira i adoptojnë nuset e tyre. Kur Naomi largohet, Ruthi i lutet të qëndrojë me të, dhe Naomi e pranon atë edhe pse nuk janë më të lidhura. Tek Ruthi kapitulli 1 vargu 16 na thuhet: por Ruthi u përgjegj: mos ngul këmbë me mua që unë të braktis dhe të mos të ndjek më, sepse kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë, dhe kudo që të rish ti, do të ri edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, Perëndia yt do të jetë edhe Perëndia im. Aty ku të vdesësh ti, do të vdes edhe unë, dhe atje do të më varrosin. Kështu të veproj me mua Zoti, bile edhe më keq, në rast se veç vdekjes, ndonjë gjë tjetër do të më ndaj prej teje. Naomi nuk ishte e detyruar të thoshte po, por ajo zgjodhi të hynte në një marrëdhënie të thellë familjare me nusen e saj, edhe kur marrëdhënia teknikisht përfundoi pasi djali i saj vdiq. Ky është një shembull i dashurisë që Perëndia ka për nuset dhe vjehrat, jo një marrëdhënie me detyrim, por një marrëdhënie përmes adoptimit në familje. Ky është një mësim shumë i bukur. Marrëdhënia kërkon dy palë. Kërkon një nuse që dëshiron të ketë një marrëdhënie të mirë me vjehrën dhe një vjerë që e pranon dhe e adopton nusen si bijën e saj, jo sepse është gruaja e djalit të saj, por sepse e do si një vajzë. Vjera duhet i pranojnë dhe t'i mbështesin nuset e tyre, jo sepse nuset ka nevojë për një nën tjetër, por sepse Perëndia u jep një person tjetër që ato ta duan në këtë botë. Marrëdhënia nuse vjehër, ashtu si çdo marrëdhënie tjetër, kërkon punë edhe përpjekje për të rritur. Çmojeni njëra tjetrën dhe bëjeni qëllim të jetës suaj se do të bëni çdo përpjekje për të patur një marrëdhënie të mirë që sjell harmoni edhe gëzim në familjen tuaj. Dhe kemi mbërritur kështu me kesha të dashura në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.